Për të argumentuar këtë, betimi për drejtësi ka gjurmuar edhe në drejtim të plirësit të ri. Në periudhën e pandemisë në vitin 2020, parcela prej rreth 4 hektare ishte bler nga Sadri Luma. Betimi për drejtësi ishte paraqitur më 10 tetor në biznesin e familjes së tij, që gjendet jo larg parcelës në fjalë. Në këtë takim ekipi ka biseduar me nipin e tij, djalin e vëllait. Ai ka pranuar se parcela është bler nga xhaxha i tij në kohën e pandemisë. Qysh po i intereson tuka? Unë e veta në fakt këtë sekretarin e Bikut. Vllahun e Imerit, a keni bler për të novës jo dhe sekretarit? Çu ka emrin ky? Po, aja pjesa është maknena, po ato jo në zonë, ato pjesa. Veç pak, na i kena, qëta që kena... 4 hektar, nga mësune kumbet, këtë që ka për sekretari Bikut emrin ky? Si për e harroj? Prishtinës, pa. Jo, i Prishtinës. Mëse në Shqinës të Davidov se dalën në Që të Gracës janë. A Gracës, po, tamam. Ajo toka u kone Tërnavës, Miftiut edhe qëti. Po. Bashkë ajo 4 hektar që apo më vinë mu. Bashkë 4 hektar. Se që ato kam full me nuk jam veç une në këtë firmën, po ma lanë mu pjesën veç më arë me e gjithë kontaktet, me po tokën që me apërcilë më ndimati të kush. Aja toku, do më thonë, tash është veç nuk e shesin se njëna pjesë është u marrë një fabrike betonit, njëna pjesë është u marrë, do më thonë, është mush një plas me kamiona, e sa në pjesë kamiona. A se kini mo, a? Ja, ato se kena mo. Ta që kemë do më thonë ma nena, pak ma nena. A krejt 4 hektare kini shita? 4 hektare u shita. Se prona është blerë prej tyre, e ka konfirmuar më pas edhe vetë blerësi Sadri Luma,